Në ditën e 4 të protestës në Tiranë kundër investimit në Zvërnes, qytetarët e thirrur nga shoqëria civile kanë humbur qetësinë duke u përplasur me policinë. Organizatorët kishin rënë dakord fillimisht që nuk do të marshonin drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe kryeministrisë për shkak të bllokimit të rrugës nga ndeshja me Izraelin në Air Albania. Por një pjesë e protestuesve çan kordonin e policisë duke rezistuar autobotëve me ujë. Të mbritur përpara godinës qeveritare në kohë ata bën thirrje mos ma prekni nartën dhe kërkuan ndërheqjen e Ramës. SPA ka bllokuar llogaritë bankare të pronarëve të tokës në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti turistik. Në llogaritë Artur Shehu dhe të tjerëve u vendosën në sekuestro $195 milion, të cilat sapo ishin transferuar nga investitorët e Katarit, llogaritë të cilëve janë zhbllokuar nga SPA. Lëvizjet i përshëndeti kryeministri Rama, i cili tha se hetimi do të japë përgjigje shtëruese çdo pretendimi pronësie për tokën. Sali Berisha sërish mbrojti projektin dhe foli jashtë përkundër protestave në Tiranë, pasi sipas tij bëhen opozita opozitës së tij. Kryeministri Edi Rama është i bindur se burimi i protestave kundër resortit në Zvërnec është një luftë hibride nxitur nga jashtë që synon të pengojë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Kërkesave nga protestues për dorëheqjen e tij, Rama ju përgjigj duke u kujtuar se ai e ka kontratën me 800.000 shqiptarët që votuan për mandatin e tij të 4 qeverisës. Shkon në 3 numrit e arrestuarve për dhunën në Zvërnec, ku rojet private me Anjur Security morën zvarr një protestues. Prokuroria e posaçme kërkon shpalljen fajtor të 11 të akuzuarve të dosjes së kryebashkiakut Veliaj, të cilët janë ndarë në gjykim të shkurtuar. Në pretencën e dhënë të mërkur, prokurorët Dadu dhe Dumani kërkojnë dënimin me 7 vite burg të biznesmenit Elman Abule, dënimi i cili do t'i ulej në 4 vite 8 muaj burg. 1 vit burg kërkohet për ndërtuesin Fatmir Bektashi, dënim që propozohet i konvertohet në punë në interes publik. Ndërsa deputetja Klotilda Dabushka e akuzuar për pengim të drejtësisë, sipas fakt duhet të dënohet përfundimisht me 400.000 lekë gjop. Dy të rinj nga Kosova kanë humbur jetën në detin e Ranës së hedhur në Shëngjin, sipas informacioneve paraprake bashkë me 3 të rinj të tjerë. Ata ishin futur për tular, por janë mbyer nga dallgët e forta. Fatmirësisht 3 të tjerët janë në spital jashtë rrezikut për jetën. Të rinjt ishin pjesë e një grupi turistësh nga Kosova që kishin ardhur me autobus për të vizituar Shëngjinin. Në zonën ku ndodhi ngjarja e rëndë, mësohet se nuk ka akulla vrojtimi dhe as flamuj të kuq, që përdoren si sinjalizues për të ndaluar pushuesit të futen në det të trazuar. Rreth 59% e familjeve shqiptare nuk mund ta përballojnë një shpenzim të papritur. Në një studim të bërë nga Banka e Shqipërisë thuhet se familjet më të brishta financiarisht janë ato që kanë nivelin më të ulët arsimor, ndërsa vlerësohet pozitivisht ndikimi i remitancave për të përballur shpenzimet e mëdha. Ukraina lëshoi breshëri dronash drejt Shën Petersburgu, teksa në qytet pritet fillonte forumi ekonomik ndërkombëtar i quajtur Davos i Rus, ku pjesëmarrës do të ishte Vladimir Putin. Shpërthen rafineria më e rëndësishme e naftës dhe një port pranë qytetit. Kremlini u përgjigj duke thënë se do të vijojë kundër sulmet sistematike. Fillimisht me të reja që ndodhin nga bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, atje ku janë mbledhur edhe protestuesi, qytetarë të shumtë të ditën e sotme, të cilët kundërshtojnë edhe ndërtimin e resortit luksos në zonën e Zvërnecit, ndërkohë që kërkojnë anulimin e tij. Ndërsa në ditën e 4 të kësaj proteste të thirrur nga shoqëria civile kundër investimit në Zvërnec, ishte parashikuar të mbajë vetëm në sheshin Skënderbej për shkak të bllokimit të rrugëve që prej orës 16 nga ndeshja miqësore me Izraelin në stadiumin Air Albania. Edhe organizatorët kishin rënë dakord me policinë që këtë mërkur të mos marshohej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe kryeministrisë. Por protestuesit këtë radhë humbën qetësinë e treguar gjatë 3 ditëve, duke u përplasur me policinë, e cila ishte vendosur përpara Hotel Dajtit. Protestuesit kanë arritur të çajnë kordonin e policisë, ndërsa drejt tyre është hedhur ujë me qëllim shpërndarjen, por që nuk është arritur. Më pas 3 autobotët janë tërhequr, ndërsa protestuesit kanë arritur te kryeministria. Me thirrjet në kor, narta është e jona, mos ma preki nartën, si dhe kundër qeverisë, ata kërkojnë ndërheqjen e Ramës. Qytetarët u bën thirrje përfaqësuesve politikë që të mos bëhen pjesë e protestës. Këto janë edhe pamjet gjatë zhvillimit të protestës në ditën e sotme, me fillimin e saj dhe më pas edhe me hedhjen e ujit nga ana e autobotëve për të penguar depërtimin më tej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit për shkak të masave të marra për bllokimin
e rrugëve në kuadër edhe të ndeshjes që zhvillohet mes Shqipërisë dhe Izraelit në Albania, por që protestuesit kanë depërtuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, atje ku ndodhen edhe në këtë moment. E marrim situatën më të fundit në lidhje të drejt për drejt. Kam kolegen Razira Myslimaj. Të përshëndes Razira, çfarë po ndodh me protestën në këtë moment? Përshëndetje Migena. Bulevardi Dëshmorët e Kombit po shtin si rrallë herë në këto vite në protestat e fundit që janë organizuar nga partitë politike kryesisht, po kjo e sotmja ka tërësisht një frymë qytetare organizuar nga shoqëria civile, nga qytetarë me thirrjet e tyre të shpërndara në rrjetet sociale që kanë bërë bashkë, besoj mira, protestues kryesisht të rinj, por përfaqësues të shtresave të ndryshme, duhet thënë, kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Një protestë e nxitur nga incidenti që ndodhi në Zvërnec dhe në fakt po artikulojnë qartë anulimin e investimit që do të bëhet në Zvërnec me thirrjet narta është e jona, thirrje që vazhdojnë edhe aktualisht, po ndërkohë përsëriten thuajse gjatë gjithë kohës kërkesa e tyre për dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe të gjithë qeverisë, kërkohet po ashtu dhe ka thirrje kundër qeverisë dhe kundër opozitës, një irritim ndaj klasës politike që e ka qeverisur me rotacion vendin deri më tani, pra herë Partia Socialiste e herë Partia Demokratike, por sigurisht që mesazhi kryesor shkon ndaj qeverisë kryeministrit Rama, i cili qeveris vendin prej 13 vitesh. Protesta po vijon me simbolin kryesor flamingon, siç mund të shihni edhe në pam. Është një grup vajzash në fakt të veshura me rozë kryesisht dhe me simbolin e flamingos që bëjnë thirrje për anullimin e projektit, duke shëtitur në të gjithë perimetrin e bulevardit Dëshmorët e Kombit për t'i ngranuar dhe për të aktivizuar të gjithë protestuesit që janë shesh. Mund t'i ndjekim vetëm pak çaste pa koment. Kora, si da ndjek? Kjo është situata në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Migena, ndërkohë duhet thënë që është një protestë që po zhvillohet pa përfaqësues të partive politike, edhe nëse është ndonjëri prej tyre në shesh, vështirë të identifikohet me kaq shumë masivitet njerëzish sa ka, por po qëndrojnë edhe nëse ka ndonjë përfaqësues të cilës do parti, janë duke qëndruar në hije të pa aktivizuar, duke mos u përpjekur të marrin protagonizëm në këtë protestë. Çfarë mund të themi në lidhje me reagimin e policisë? Pa më herët që kishin krijuar një kordon në mënyrë që të pengonin depërtimin më tej drejt përpara kryeministrisë të protestuesve, kjo edhe për masat e marra në kuadër të ndeshjes. Çfarë po ndodh ndërkohë me orientimin dhe me organizimin e efektive të policisë? Pritej në fakt që të kishte një përplasje të tillë nëse protestuesit do të tentonin të shkonin përtej perimetrit vendosur nga policia për të mos depërtuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, perimetri i sigurisë për të ruajtur çdo incident mundshëm për shkak të zhvillimit të ndeshjes miqësore mes kombëtares shqiptare dhe Izraelit, por në fakt protestuesit, edhe pse ka patur disa diskutime fillimisht mes tyre në rast se do të marshonin apo do të qëndronin në sheshin Skënderbej piknisja e protestës, por shumica prej tyre vendosi që të marshojë dhe kanë vendosur të marshojnë, ka pasur një përplasje fillimisht me policinë, të vendosur kordon në urën e ish hotel Dajtit, pra duke mos i lejuar të kapricenin më tej, ka patur përpjekje dhe sigurisht që kordoni është qarë, më pas ka patur një tjetër kordon policësh dhe 3 autobot të vendosur me ujë, të cilët janë aktivizuar, është hedhur ujë në drejtim të protestuesve, por
kanë arritur ta çajnë edhe këtë rrethim dhe policia të tërhiqet së bashku me autobotët e ujit dhe të lejojnë protestuesit të pozicionohen këtu ku ndodhen aktualisht prej më shumë se 1 orë e 30 minuta tashmë, duke vijuar protestën e tyre paqësore me thirrjet për dorëheqjen. Derisa mund të vazhdoj, është paqartë se si do të vijoj, nëse do të kujtoj protestën e ditës së djeshme. Protesta e djeshme ka zgjatur deri rreth orës 21 apo 21:15 minuta dhe më pas pjesa më e madhe e protestuesve janë shpërndar. Një pjesë e tyre ka shkuar tek selia e Partisë Socialiste duke zhvilluar aty një protestë simbolike, por nuk dihet nëse do të vijoj sërish me të njëjtin skenar apo do të qëndrojnë këtu edhe më gjatë se çka kanë qëndruar ditët e kaluara. Është e vështirë edhe për ne Megi të marrim informacion pasi kjo protest ka një frymë kolektive dhe e kemi të vështirë të identifikojmë qartë organizatorët, edhe pse disa prej tyre sigurisht kanë qenë më aktivët, por nuk mund të marrin vendime të vetëm, kështu që presim se cili është vendimi i shumicës apo se si do të vijoj protesta instinktivisht, pra duke ndjekur rrjedhën dhe dinamikën e kësaj proteste që duhet thënë është e bukur, paqësore dhe entuziaste, një protest të cilën nuk e kemi parë prej kohësh. Faleminderit për momentin Raziela, ndërkohë që do të rilidhemi sërish së bashku nëse do të ketë zhvillime që vinë prej bulevardit Dëshmorët e Kombit, atje ku mbahet edhe protesta në ditën e 4 të saj. Ne do të ecim me të tjera zhvillime në këtë momente. Prokuroria e posaçme ka bllokuar llogaritë bankare të pronarëve të tokës në Zvërnec, ku pritet të ndërtohet resorti turistik. Në llogaritë e Artur Shehut dhe të tjerëve është vendosur sekuestro shifrës prej $195 milion, e cila sapo ishte transferuar nga vëllezërit nga Katari, llogaritë të cilëve tashmë janë zhbllokuar nga SPAK. Lëvizjet e SPAK i përshëndeti kryeministri Rama, i cili tha se hetimi do të japë përgjigje shtëruese çdo pretendimi mbi pronësinë e tokës. Një transfert për $195 milion u transferua 6 ditë më parë nga Katari në llogarinë e kompanisë Albania Land Development, fondi destinuar për blerjen e tokave në Zvërnec, ku parashikohet të ndërtohet resorti luksoz turistik. Menjëherë një ditë më pas, SPAK vendosi fillimisht ta bllokojë llogarinë në emër të vëllezërve Al Kayat nga Katari për të bërë verifikime. Paratë rezultuan të pastra, të ardhura përmes transferimit të rregullt bankar nga Katari dhe llogarive ju hoq sekuestroja. Ky i hapi rrugë transferimit të €195 milion në drejtim të pronarëve shqiptar të tokës në llogaritë e Artur Shehut dhe të gjithë të tjerëve që kanë shitur tokat. Transaksioni është bërë nëpërmjet noterit. Menjëherë pas kësaj, këtë të mërkur prokuroria e posaçme bëri lëvizjen e radhës duke vendosur bllokimin sërish të $195 milion, këtë herë në llogaritë bankare të shqiptarëve, të cilët po verifikohen nëse janë pronar të ligjshëm të tokave apo jo. Sekuestro preventive e SPAK-ut vjen si pjesë e një hetimi të nisur disa javë më parë mbi titujt e pronësisë në zonën e Zvërnecit dhe dyshimin për tjetërsim pronash. Vetë kryeministri Rama në një dalje të posaçme pas mbledhjes së qeverisë sot i përshëndeti hapat e fundit të SPAK, ndërsa hetimi sipas tij do t'i japë sqarim shtërues çdo pretendimi. Ndërkohë që nga ana tjetër, unë konsideroj po ashtu shumë pozitive që SPAK-u ka vendosur të mbaj të ngrira fondet pa i lënë të kalojnë tek shitësi, për të cilin ka një proces hetimor. Kjo në këndvështrimin tim është shumë pozitive edhe për çdo që pretendon pronë në atë territor, sepse tani më çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marri parat. Në rast se nuk e ka, natyrisht që parat do t'i mbeten Republikës Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se
pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. Kryeministri e quajti gjithashtu lajm pozitiv çlirimin përfundimtar të investitorëve që tashmë janë edhe pronar të tokës. Një ditë më parë, Rama tha se investitorët nga Katari i kanë blerë sipërfaqet e tokës përmes transaksioneve bankare nga subjekte dhe individ të pajisur me tituj pronësie dhe janë në të drejtën e tyre. Albania Land Development e bler nga dy vëllezërit e njohur nga Katari, Moutaz dhe Ramez Al Kayat, në bashkëpunim me Jared Kushnerin, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, synojnë një investim gjigant prej 4 miliard dollarësh për ndërtimin e një resorti luksoz në Zvërnec. Dhe po në kuadër të kësaj çështje, kryeministri Edi Rama është i bindur se burimi i protestave kundër resortit në Zvërnec është një luftë hibride e nxitur nga jashtë që synon të pengojë zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Kërkesave nga protestues për dorëheqjen e tij, Rama ju përgjigj duke u kujtuar se ai e ka kontratën me 800.000 shqiptarët që votuan për mandatin e tij të 4 qeverisës. Në dy postime radhazi gjatë ditës në rrjetet sociale, kryeministri Rama qartazi i mëshoi ide se forca apo segmente të caktuara nga jashtë po ushqejnë përmes rrjeteve sociale protesta disa ditore por zyrës së tij kundër një investimi disa miliarda eurosh për resortin turistik në Zvërnec. Lufta hibride që këtë herë po përdoret sipas tij edhe në Shqipëri nuk është diçka e panjohur, as në Evropë apo vendet e tjera, tha kryeministri, ndërsa disa herë citoi ekstremistët grek të agimit të artë. Dhe që do thot kemi një pasqyrë shumë të plot se nga vinë e ku shkojnë, organizojnë dhe nxisin dhe orkestrojnë situatat saj natyre duke përdorur në rast të parë çështjet e ambientit. Sepse tek çështjet e ambientit ka sensibilitet shumë të madh dhe tek çështjet e ambientit ndodh pikërisht ajo gjëja që bashkohen vëllezërit e agimit të artë që orkestrohen nga ustallar si ata të agimit të artë, në emër të Shqipërisë së shqiptarëve, me shqiptar, vajza, djemë, të reja të rinj, me qasje atë dhe dashurie ndaj natyrës, të cilët ndjehen të lënduar. Kryeministri megjithatë u shfaqi qetë se nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Që prej së dielës, përballë godinës së qeverisë po zhvillohen protesta të përditshme, ku ftesa e një dite më parë e kryeministrit për dialog u refuzua. Unë nuk kam kërkuar të bisedoj me asnjë nga ata që për mua janë të kurdisur dhe janë të qartur. Kam kërkuar të bisedoj me ata të cilët kanë votuar për mua. Disa prej tyre edhe më kanë shkruar nga protesta e parë. Kam respekt për ta dhe me ata jam gati të bisedoj. Ai e priti me buzëqeshje ironike pyetjen e gazetarëve për kërkesën e protestuesve për dorëheqjen e tij. Dorëheqjen e kujt? Tuaja. Aha. Ndërsa më pas, përgjigje ndaj protestuesve e kishte të prerë. Asgjë nuk më lëviz mua nga instikami në thonjza ku më ka vendosur shqiptarët. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet të mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Dhe kam një kontratë me ta. E ndërkohë nga ana tjetër, Sali Berisha e mbrojti edhe një herë projektin në Zvërnec, teksa foli jashtë përkundër protestave në Tiranë, pasi sipas tij bëhen opozitë e opozitës. Nga ana tjetër, Berisha quajti të dënueshme deklaratat e Ramës se Greqia ka nxitur reagimet. Protesta që bëhet për disa ditësh në Tiranë për Zvërnecin, ku nuk kanë munguar edhe thirrjet ndaj tij burg për Sali Berishën, mori këtë reagim nga kreu i Partisë Demokratike. Respektojmë të drejtën e çdo njeriu për protestë, kurse për sa i përket atyre grupeve të opozicës kundër opozicës, ata janë njerimi i vërtet i politikës dhe i qytetarisë shqiptare. Nuk do t'ja u varim fare. Duke u rreshtuar edhe një herë pro projektit të Zvërnecit, që sipas tij e bën të famshme Shqipërinë, Berisha thotë se Rama duhet të ofrojë garancinë e shtetit për të gjitha palët. Do ulesh me mjedisor, do u japësh garanci. Kjo zonë
e bën Shqipërinë të famshme në botë, se është një zonë fantazi natyrore, është një mrekulli, po është stër mrekulli. Po e bën të famshme me kusht që mos ta shëmtosh, mos ta shkatrosh, me kusht që ta zhvillosh në përputhje me të gjitha kushtet. Edhe çështja e pronës nuk mund të jetë vetëm mes pronarëve dhe investitorit, thot Berisha, për të cilën mediat kanë raportuar edhe lidhje me të dyshuarin Artur Shehu. Dhe herë e fundit, në fjalën e tij, unë ju kam thënë atyre që të zgjidhin problemet me pronarët. Po aty s'ka njëri që zgjidh çështën e pronësisë, por zotëri. Aty ligji dhe shteti duhet të jetë garanti. Në fund Berisha thot se janë të dënueshme dhe deklaratat e kryeministrit Edi Rama që protestën e sheh si përpjekje të Greqisë për të nxitur reagime kundër projektet në Zvërnec. Ndërkohë shkon 3 numri të arrestuarve për dhunën e paprecedent në Zvërnec, ku rojet private Major Security morën zvar një protestuesi dhe hodhën spraj me piper kundër 10 të tjerëve, duke mos kursyer as uniformat blu. 2 rojet private që dhunuan në mënyrë të paprecedent në sytë e policisë, protestuesit në Zvërnec kanë përfunduar në pranga. Policia e Vlorës arrestoi këtë të mërkura Artur Gramin, 35 vjeç, dhe Gazmend Vathin, 41 vjeç. Personat që shihnin në pamje akuzohen se në bashkëpunim me Gerald Bibën morën me forcë dhe tërhoqën zvarr një protestues gjatë tubimit të 30 majit në Zvërnec. Vathi e Grami e mbajtën protestuesin me forcë në kabinën e rojës, pasi ai ishte goditur me grusht nga Gerald Biba, i arrestuar më herët për të njëjtën ngjarje. Policia bën të ditur se Grami dhe Vathi nuk figuronin të regjistruar apo të licencuar nga ndonjë subjekt privat, ndonse vepronin si pjesë e Major Security. Sa kaq, Komiteti Shqiptar i Helsinkit bën të ditur se kjo kompani nuk ishte kontraktuar nga investitorët e projektit. Rojet e Major Security u pan me maska të zeza në protest dhe hodhën sprej me piper ndaj protestuesve dhe efektiveve të policisë së shtetit. Nga hetimet rezultoi se Gerald Biba, i cili ndodhet në mas siguri arrest në Burg, ishte pronari faktik në hije i Major Security, kompania regjistruar në emër të vjerrës së tij Shpresa Myzyri. Për shkak të shkeljeve të konstatuara, policia e shtetit vendosi t'u heq licencat si Major Security, ashtu edhe kompanisë tjetër, Myrto Security. Përplasja në Zvërnec solli pasoja edhe në policinë e Vlorës. Eli Donçela u shkarkua nga detyra për dështim në menaxhimin e situatës dhe në krye të drejtorisë vendore u komandua Edvin Dreu. Protesta që nisi në Zvërnec tashmë po vjen në Tiranë kundër ndërtimit të rezortit turistik në zonën e mbrojtur. Aktivistët kundërshtojnë projektin, duke konsideruar një kërcënim për ekosistemin, teksa kërkojnë anulimin e projektit. Lëm pas informacionet që lidhen me çështjen Zvërneci për t'ju referuar të tjera lajmeve nga aktualiteti, Prokuroria e Posaçme kërkon shpalljen fajtor të 11 akuzuarve të dosjes së kryebashkiakut Erjon Veliaj, të cilët janë ndarë në gjykim të shkurtuar. Në pretencën e dhënë këtë të mërkur, prokurorët e SPAK, Olstato dhe Altin Dumani kërkojnë dënimin me 7 vite burg të biznesmenit Elman Abule, dënimi i cili nëse do t'jepej do t'ulej në 4 vite 8 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. I njëjti dënim është kërkuar edhe për Ina Goxhajn dhe Adila Kondakçiun, por të parës i konvertohet në shërbim prove, ndërsa për Kondakçiun SPAK kërkon që dënimi t'i shuhet për shkak se ka bashkëpunuar me drejtësinë. 1 vit burg kërkohet për ndërtuesin Fatmir Bektashi, dënim që propozohet i konvertohet në punë në interes publik, ndërsa deputetja Klotilda Bushka, akuzuar për pengim të drejtësisë, sipas SPAK duhet të dënohet me gjob 600.000 lekë, e ulur në 400.000 prej gjykimit të shkurtuar. Abule kishte kërkuar që GJKK-t shpate mos kompetencën për të dhe çështja i kalonte gjykatës së Tiranës, por kërkesa i kurrëzua. Gjykata e Posaçme shpallit pafajshëm deputetin socialist Erjon Braçi, i paditur për shpifje ndaj biznesmenit Anduel Çekrezi. Në sallën e gjyqit, biznesmeni akuzoi deputetin e Partisë Socialiste se e ka quajtur zaptues të tokave të fshatarëve në Imsh të Lushnjës për të ndërtuar park fotovoltaik, pronë për të cilën Çekrezi thotë se ka dokumente të rregullta pronësie. Deputeti socialist tha se ai nuk ja ka përmendur emrin dhe se mbron interesin publik. Prokurori Olstato kërkoi pafajësi për Braçën dhe argumentoi se deklaratat janë bërë në mbështetje të mandatit dhe interesit publik. Nuk jam i kënaqur thjesht për pafajësinë, saqë jam i kënaqur për atë mbrojtje që jo lumi Seman në këtë rast siç ishte, po shkumbini e çdo lum tjetër i këtij vendi, pas këtij vendimi
mund të ndihet i mbrojtur dhe që detyron të gjitha organet shtetërore të zbatojnë ligjin. E para mbi të gjitha kadastra e shtetit, që në rastin në fjalë do t'i drejtohet menjëherë avokaturës shtetit për të ngritur pa di, për rikthimin e pronës shtetërore, për shpalljen e pavlefshme të titullit të pronësisë atje private dhe për kthimin e lumit në gjendje krejtësisht natyrale. Ish presidenti Ilir Meta lansëri sot qëllinë për të marrë pjesë në pritje për ngushëllime për të atin e larguar nga jeta 2 ditë më parë. Gjatë humasheve ai pati mundësinë të bisedojë për pak minuta edhe me aleatin e tij politik Sali Berisha, i cili tha se ish presidenti mbahet në burg me urdhër të Edi Ramës. Në masa të repta, siguria ish presidenti Ilir Meta zbriti në një prej hoteleve të kryeqytetit në orën 9 për të qenë në pritje të ngushëllimeve për humbjen e të atit. Ngushëllime shihuan nga të afërm bashkëpunëtor politik dhe ish bashkëpunëtor. Këtë të martë, pra një urgjente dhe aleati i tij politik Sali Berisha, të cilin e takoi për herë të parë shqipërej arrestimit në tetor të 2024-s. Kreu i PD-s zbuloi bisedën e pak minutave në një moment të vështirë. Gjatë kësaj kohe biseduam për aktin e turpshëm se të mbash të burgosur politik vetëm nga friga dhe të merri siç bën Edi Rama, është një akt për të cilin s'mund të them gjë tjetër veç se vazhdon me përpikëmëri dhe besnikëri rrugën e babait vet. Ish presidenti Ilir Meta udhtoi edhe një ditë më parë në masa të repta sigurie nga burgu 313 për më shumë se 4 orë, duke përshkruar 171 kilometra drejt çepanit të Skraparit për të dhënë lemtumirën e fundit të atit Recep Metajt në vendlindje, aty ku kishte lënë amanet të prehej. Në ceremoninë e varrimit ndonse më në distancë ishte edhe ish bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi. Në momentin e vështirë, në mbështetje, i erdhën edhe deputet të Partisë së Lirisë, Partisë Demokratike, si dhe një ish shok i tij i Qelisë. Në kulmin e një debati të nisur prej protestave kundër investimit në Zvërnes, Shqipëria është zgjedhur me votë unanime të 45 vendeve anëtare si presidente e Forest Europe për periudhën 2026-2030. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama përmes një reagimi në rrjetet sociale, i cili ironizoi protestat përballë këtij vlerësimi ndërkombëtar me Tiranën që merr stafetën nga Suedia në drejtimin e platformës më të rëndësishme pan-europiane për politikat e pyjeve. Me një votë unanime nga 45 anëtarët, Shqipëria do të marrë presidentin e Forest Europe, një organizatë pan-evropiane për politikbërje në fushën e pyjeve. 44 vendet anëtare dhe Bashkimi Evropian si anëtar më vete kanë konfirmuar zyrtarisht kandidaturën e Shqipërisë. Duke marrë shkak nga ky vlerësim, kryeministri Rama ka ironizuar akuzat që janë bërë së fundmi qeverisjes së tij në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. Po si ka mundësi që në këtë vend të betonit, paketës së mafjes së maleve dhe të konspiracionit i jahudit të zhdukjes së pyllit të Zvërnecit për ta kthyer në geto palestinezësh të spastruar etnikisht nga Gaza, ta mbështesin fuqimisht Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar për këtë zgjedhje kaq domethënëse, ndërsa vendimi të miratohet më në fund pas një kundërshtim nga asnjë vend anëtar. Deri në vitin 2030, Shqipëria do të drejtojë agjendën politike për procesin ministerial të organizatës së mbrojtjes së pyjeve, shkruan kryeministri, ndërsa thumbon protestat në Tiranë. Iku kjo botë, madje u prish dynjaja se u bashkuan në Shqipëri Trumpi me Sorosin që të bëjnë Shqipërinë e shqiptarëve me hormone transgjenitale, me një ishull izraelit në tokë e një në det, me zvendësim të pelikanëve me palestinez, ku kulmi i degenerimit është partneriteti tyre me Katarin, që në Zvërnec do të vjetë në shërbim të Izraelit, pa çka se në gjirjen arabik nuk e shohin me sy njëri tjetrin. Dhe kush i bën të tëra këto? Tradhtari në kryeministri që ku t'i ketë robët e shtëpis, ojej, se pas ka qenë satana i vet. Marrjen nga Shqipëria e presidencës së Forest Europe, Rama i quan një tjetër sukses të rëndësishëm diplomatik të vendit që rrit rolin e Shqipërisë në diplomacinë mjedisore.
Flasim për një ngjarje të rëndë, dy të rinj nga Kosova kanë humbur jetën në detin e Ranës së Hedhun në Shëngjin, pas ditën e sotme teksa ishin futur për t'u larë bashkë me 3 të tjerë. Të 5 persona të moshës nga 20 deri në 30 vjeç janë rrëmbyer nga dallgët e forta. Ata u nxorën nga deti nga disa qytetarë me jet ski në bashkëpunim me policin. Fatkeqësisht, 2 prej tyre dorën të pa jetë, ndërsa 3 të tjerët ndodhen jashtë rrezikut për jetën në spitalin e Lezhës. Të rinjt ishin pjesë e një grupi turistësh nga Kosova, të cilët kishin ardhur me autobus për të vizituar Shëngjinin dhe zonat përreth. Në zonën e plazhit ku ndodhi ngjarja e rëndë, mësohet se nuk ka kulla vrojtimi dhe as flamuj të kuq që përdoren si sinjalizues për të ndaluar pushuesit të futën në det të trazuar. Grupi jetimor në drejtimin e prokurorisë vijon veprimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje tragjike. Reperi Noisi ishte i radhës që dëshmoi në GKK në gjyqin ndaj Lajert Haxhiut për sasinë e tritolit që shpërtheu në pronën e tij. Ai tha gjykatës se e dinte që Klevio Ahmeti fshihej pas ngjarjes pasi e kishte rrahur një ditë më parë. Noisi e cilësoi Klevion si të fiksuar pas tij dhe përmes emrit të tij kërkonte vëmendje. Megjithatë, Noisi në GKK pretendoi se para tritolit nuk e njihte Lajert Haxhiun, që dyshohet se porositi shpërtimin e 8 qershorit të vitit 2022. Rigel Srajku, i njohur gjerësisht si Noisi, pasi tregoi në gjykat momentet kur dëgjoi shpërthimin në pronën e tij në Durrës në vitin 2022. Gjatë orëve të para të mëngjesit i tha gjykatës se shumë shpejt i shkoi mendja kush mund të fshihej pas. Një konflikti një ditë më parë me Klevio Ahmetin apo Klevion e vendosi sipas tij si të dyshuarin kryesor. Noisi cilësoi Klevio në GKK fans të fiksuar pas tij vetëm për vëmendje. Më ndodhi një problem një natë përpara te një lokal tjetër që kam në Durrës me një person që është i fiksuar, sjelljet e një fansi të fiksuar, po nuk i dhash vëmendje. Klevio Ahmeti është personi, share që nga 2019 nuk janë dalur asnjëherë, është i fiksuar me mua, kërkon me çdo kusht vëmendjen time, do të bëhet shok me mua. Konflikti midis tyre i nisur në rrjetet sociale, pasoi me një takim sqarues një ditë përpara shpërthimit me tritol, që përfundoi me grushte. Me erdhi në lokal një ditë përpara shpërthimit për t'u sqaruar me demek, vjen me 20 veta. Fjala e parë që thot është: "Ku është ai legeni?" Futet brenda, dalim jashtë dhe pastaj ndodh një konflikt fizik te shkallët e lokalit. Noisi pranoi në gjykatë se ishte i pari që goditi me grusht, por sipas tij kjo ndodhi prej sharjeve të palës tjetër. Nuk njeh askënd nga ata që shoqërohej, erdhën me 5 makina. Prezenca e tij në pronën time duke më ofenduar mua, sharjet u bën shkak për nxitjen e konfliktit. Erdhi brenda dhe më tha: "Do të qëroj, o pederast." Shpak akuzon grupin e Lajert Haxhiut për tritolin e lokalin e Noisit i futur nga Klevio Ahmeti dhe familjarët e tij. Po këngëtari a e njihte problematikun e lushnjës përpara ngjarjes? Për Lajert Haxhiu nuk kam dëgjuar ndonjëherë. E dëgjova emrin e tij më mbrapa, para 3 vitesh, e dëgjova kur u bë publik rasti im. Lënda tritol në lokalin e Noisit më 8 qershor 2022 në Durrës, sipas Spaku dirigjua tërësisht nga Lajert Haxhiu, ndërsa i penduari Artan Tafani dhe një tjetër e vendosën në pronë. Tafani më herët në GKK rrëfeu se Haxhiu ishte vënë në seder nga nëna dhe motra e Klevio Ahmetit pas rrahjes nga Noisi, arsye që sipas tij e detyruan të urdhërojë sulmin me lëndë plasëse. Drejtuesi i degës një banke të nivelit të dytë në Tiranë, zëvendësi i tij dhe 10 punonjës të degës akuzohen nga prokuroria se kanë vjedhur në bashkëpunim nga llogaritë e 2 klientëve një shumë totale prej 400.000 eurosh. E gjitha nisi pas denoncimeve për transaksione të paautorizuara, ku në njërin rast ishte vetë Banka Qendrore që u drejtua autoriteteve. Prokuroria e Tiranës lëshoi 12 masa sigurie, të cilat u ekzekutuan përveç një punonjëseje ende në kërkim. 2 denoncime në vitin 2025, njëri nga një klient dhe tjetri nga vetë nivelet qendrore të UBA Bank, çoi prokurorinë e Tiranës dhe krimin ekonomik në zbulimin e një skeme vjedhjeje në bashkëpunim, duke nisur nga vetë drejtori një degë të bankës. Në denoncimin e parë, një qytetar tha se zbuloi se nga 3 llogaritë të tij janë tërhequr shuma 500.000 lekë të reja nga persona të paautorizuar. Më tej banka denoncoi tërheqjen e shumave pa autorizim nga llogaria e një tjetër kliente në të njëjtën degë. Hetimet e nisura zbuluan se në total ishin bërë 30 tërheqje me një shumë totale 400.000 euro. Në krye të kësaj skeme, sipas organit të akuzës, qëndronte vetë drejtori degës Altin Keta, 33 vjeç, bashkë me zëvendës drejtorin Gilbert Hoxha, 38 vjeç, të dytë arrestuar me vendim gjykate.
Sipas akuzës, ata kanë vjedhur parat nga llogaritë e dy klientëve në mandate false, tërheqjeje në disa raste edhe pa mandat, apo duke ndërhyrë në sistem nëpërmjet konvertimeve valutore, duke hapur e mbyllur depozitat si dhe ndryshim të dhënave pa autorizim. Këto veprime, thot prokuroria, ata i kryenin në bashkëpunim me 10 punonjës të tjerë të bankës, arkëtarët, supervizorin si dhe ata të shërbimit të klientit, 9 prej të cilëve të ndaluar nga policia, disa me mas arresti në shtëpi e disa me pezullim nga detyra. Një tjetër punonjës e shërbimi u shpall në kërkim, të gjithë akuzohen për 3 vepra penale, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, falsifikim të dokumenteve dhe falsifikim kompjuterik. Nga muaji i ardhshëm do të nisin aplikimet për kredite e buta të programit 2 fishon ndërmarrjen tënde. Ministria Ibrahimaj thotë se në fokus do të jetë biznesi i vogël dhe i mesëm si edhe bujqësia. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri Adelina Ibrahimaj njoftoi se po shqyrtohet metodologje për llogaritjes së çmimeve të naftës pas kundërshtimeve të ngritura nga kompanitë e karburanteve. Nga një korriku një zbatimi i programit të qeverisë 2 fishon ndërmarrjen tënde, i cili do të mundësojë kreditë buta për bizneset e vogla dhe të mesme në zgjerimin e aktivitetit të tyre me fokus edhe tek bujqësia. Lajmi u dha nga Ministri Adelina Ibrahimaj, e cila thekson se ky program do të shoqërohet edhe me një fushat të ndërgjegjësimi. Është shumë e rëndësishme që bizneset të shtrira në gjitha qarqet e vendit të informohen mbi mundësinë dhe potencialin që ato kanë për të financuar nëpërmjet këtij instrumenti. Në mbledhjen e qeverisë është zhvilluar edhe një seancë dëgjimore me drejtuesit e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, e cila po bëhet gati për të çelur dyert për kreditim. Është institucion financiar i cili do të ketë një potencial të plot për të financuar nga minimalisht 500 milion euro deri në maksimalisht 1 miliard euro. Koncepti i bankës është që të financojë ato sektor të cilët janë të nënfinancuar, të financojë ato ndërmarrje të cilat nuk kanë akses në financë, si dhe të financojë dhe projekte strategjike të qeverisë shqiptare. Ndërkohë, Ministri e Ekonomisë Delina Ibrahimaj u përgjigje edhe për shkresën e kompanive hidrokarbure, të cilat kundërshtojnë llogaritjen e çmimit të naftës, duke thënë se ministria po bën një analizë për metodologjinë që përdoret për të caktuar çmimet nga Bordi i Transparencës. Kemi bërë një analizë të kostove të kompanive dhe kemi marrë parasysh që marzhet mbi çmimet e faturimit të jenë mjaftueshëm për të lejuar që kompanitë të vazhdojnë të operojnë, por të vazhdojnë të operojnë pa një fitim. Ne jemi duke bërë analizat tona pasi e kemi marrë kërkesën e kompanive hidrokarbure, pra nëse analiza ekonomike na tregon se duhet apo nuk duhet të ndryshohet formula. Para disa ditësh, kompanitë hidrokarbure përmes një shkrese zyrtare dërguar institucioneve paralajmëronin padi në gjykat për të marrë dëmshpërblim me argumentin se metodologjia e bordit nuk pasqyron kostot reale që ata kanë. Rreth 59% e familjeve shqiptare nuk mund ta përballojnë një shpenzim të papritur. Në një studim të bërë nga Banka e Shqipërisë, thuhet se familjet më të brishta financiarisht janë ato që kanë nivelin më të ulët arsimor, ndërsa vlerësohet pozitivisht ndikimi i remitancave për të përballuar shpenzimet e mëdha. Një faturë e papritur, humbja e vendit të punës apo një emergjencë shëndetësore mund të mjaftojë për të tronditur financat e shumicës së familjeve shqiptare. Të dhënat e një studimi të kryer nga Elona Dushkun nga Departamenti i Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë tregojnë se rreth 59% e familjeve në vend klasifikohen si financiarisht të brishta, duke mos pasur kursime për të përballuar surprizat të papritura ekonomike. Gjetjet tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e individëve ndonë se mund të mbulojnë shpenzimet e përditshme, nuk zotërojnë rezerva likuide të mjaftueshme për të administruar luhatjet e papritura negative. Më tej theksohet se brishtësia financiare nuk lidhet vetëm me nivelin e të ardhurave, por arsimi është një faktor kryesor me ndikim, pasi niveli i ulët arsimor shton rrezikun për mos përballim të goditjeve të papritura. Ndihmë për familjet shqiptare evidentojnë remitancat, pasi në studim është dalë në konkluzionin se familjet që përfitojnë dërgesa nga emigrantët shfaqin një probabilitet më të ulët brishtësie, duke konfirmuar funksionin e tyre si një mekanizëm mbrojtës ndaj goditjeve ekonomike. Këto rezultate sugjerojnë se politikat duhet të fokusohen në forcimin e edukimit financiar, zgjerimin e përfshirjes financiare dhe orientimin e remitancave drejt kanaleve formale, me qëllim rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike të familjeve. Nga ana tjetër, 31% e familjeve konsiderohen financiarisht të qëndrueshme,
ndërsa rreth 10% përballen me mungesë të parave për nevojat e përditshme. Në këtë moment do të shkojmë me pamje të drejtë për drejta nga sheshja apo bulevardi Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegen tonë Azila Myslima, e cila do të na informojë në lidhje me atë se çfarë është duke ndodhur me protestën në ditën e 4 të saj të qytetarëve dhe banorëve në mbështetje të Zvërnecit për të kundërshtuar ndërtimin e resortit luksos atje. Atëherë Azila, sërish përshëndetje, çfarë po ndodh? Vijon protesta? Raziela, më dëgjon? Megi, nuk e di nëse dëgjohem tek ju. Unë jam në mes të protestuesve, jam shumë pranë foltores, aty ku është zemra e protestës, themi kështu, janë të rinj, të shumë, qytetarë të shumë që po marrin fjalën vazhdimisht, duke artikuluar kërkesat e tyre që janë të ndryshme, që nga lufta kundër korrupsionit, nuk e di nëse dëgjohem për shkak edhe të entuziazmit të lartë të turmës të protestuesve që nuk e kanë humbur në fakt entuziazmin e tyre që është prej fillimit, është e paqartë derisa do të zgjasë kjo protestë, nëse do të referohemi protestës së djeshme, ajo përfundoi rreth orës 9, por në fakt kjo protestë nuk duket se ka gjasa të përfundoj shpejt, edhe pse aktualisht në fakt është duke rënë shi, protestuesit nuk po lëvizin, po qëndrojnë këtu dhe madje janë më entuziastë se 2 apo 3 orë më parë kur kjo protestë nisi, Megi. Mirë, ne do të vijojmë të ndjekim edhe me pamje të drejtë për drejta mesazhe që lëshohen nga kjo protestë, e cila ka nisur shumë herët për gjatë ditës së sotme, thirrur rreth orës 18 dhe që vijon në këtë moment, duhet thënë, edhe pse ka nisur shiu disa herë, por që nuk i ka zbrasur apo stepur protestuesit e shumë të mbledhur sot përpara kryeministrisë me nisjen pas një marshimi fillimisht nga sheshi Skënderbej, duke lëshuar mesazhet e tyre, por edhe duke ngritur pankarta dhe slogan në mbrojtje të natyrës dhe Zvërnecit dhe kundër sistemit politik në vend, në mënyrë që të kundërshtojnë edhe ndërtimin e resortit luksos të parashikuar për në Zvërnec. Janë të shumë qytetarët dhe aktivistët të cilët kanë marrë fjalën sot në podiumin e improvizuar përpara kryeministrisë, duke lëshuar mesazhe dhe thirrjet e tyre kundrejt qeverisë. Rama Berisha, kanceri i Shqipërisë! 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 Marrin fjalën njëri pas tjetrit qytetarët, të cilët ngjiten në podium, duke kërkuar anulimin e këtij projekti dhe me thirrjet që ADEU nuk është në shitje. Të ardhmen e Shqipërisë. Askush nuk ka pasuri përmes punës, shtëpinë, pronën dhe të drejtën. Nuk ka zhvillim pilot, nuk ka zhvillim me padrejtësi. Edi Ramës i ka mbaruar koha. Shu thoshin edhe në kohën e Enver Hoxhës se kur tiken veri s'ka më. Shu hikuen veri ne vazhduam. Shu thanë edhe për Berishën, prap ne vazhduam. Edhe Rama tha që po ika unë, ju mbaroni. Po ja, nuk mbarojmë ne. Ne vazhdojmë, jemi dhe më të fort, ecim edhe më përpara. Ju them edhe gazetarëve, e ndjeni, kjo është ere mirë, është pastërti, është qytetari. Ky është vetëm fillimi. Ne nuk ndalim. Zoti na fiton, Zoti na dhën fort. Përpara Shqipëri, përpara gjithëve, nuk dalemi. Rap Shqipëria.
Mirë, duket që në këtë protestë nuk janë vetëm qytetarë shqiptarë të cilët mlidhen përpara kryeministrisë, por ka edhe mbështetje nga diaspora, kryesisht edhe nga shqiptarët të cilët jetojnë në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut, të cilët her pas here marrin fjalën me mesazhet e tyre. Protesta shoqërohet edhe me flamujt e Shqipërisë, të Kosovës edhe të UÇK-s, duke treguar dhe dëshmuar kështu një mbështetje më të gjerë jashtë kufijve të saj, si nga Kosova ashtu dhe Maqedonia e Veriut, ndërkohë që vijon në këtë momente pavarësisht shiut që vijon në kryeqytet, protestuesit vijojnë të jenë aty me mesazhet e tyre. Nuk ju qoj mirë! Revolucion! Revolucion! A e dini se ky revolucion që pëndodh këtu, nuk pëndodh vetëm këtu. Shqiptarët sot po protestojnë në Vlorë, nesër do protestojnë në Milano, në Rom, Londër, në New York, kudo që ka shqiptarë do protestohet. Mirë, ndoqëm nga Kryeministria live edhe protestën në ditën e 4 të saj për çështjen e Zvërnecit kundër ndërtimit të resortit luksos. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen e kushtuar. Ju ftoj të mos largoheni. Në orën 21 vjen Denis Pinga me emisionin e tij Repolitiks. Shikim të këndshëm, mirupafshim bashkë.